Kryeministri Sali Berisha akuzoi nga Elbasani kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama se ka zgjedhur strategjinë e bllokimit që shkon larg interesave të qytetarëve shqiptar. Zoti Berisha paralajmëroi një disfat të thellë të Partisë Socialiste në zgjedhjet e 2013 për shkak të lidershipit të saj, si dhe i cilësoi fars propozimet e zotit Rama për ndryshim të rregullores së kuvendit apo reformë zgjedhore. Megjithatë, kryeministri nuk e shmangu në fjalimin e tij ftesën publike drejtuar lidershipit roz për bashkëpunim që garanton si shtahet që përpara dhe jo kthimin pas. Garantoj të gjithë zgjedhësit elektorat në opozitës se kam patur dhe kam respektin më të palkundur ndaj saj dhe asgjë s'do më lkund nga qëndrimi për të respektuar vendin dhe rolin e saj. Por e vërteta është se rruga e zgjedhur është kryekput rruga e bllokimit. Imagjinoni ju se çfarë propozon. Reformë elektorale, mirë se të vish, urdhëron zoti Rama të ulemi, të punojmë me konsensus. Kemi 52 rekomandime, t'i adresojmë ato një nga një. Që të gjitha, pa asnjë hezitim, kërkon rregullore parlamenti të shkurën. Ne shohim përpara, urdhëro të marrim rregulloren e Parlamentit Evropian dhe nëse rregullorja e këtij parlamenti ka qoftë dhe një nen që nuk përputhet me rregulloren e tempullit të demokracisë evropiane, urdhëro ta ndryshojmë. Këto i ka thjesht fars. Një lloj si në vjeshtën e vitit 2009. Ai kërkon këto vetëm që shkojë drejt Kongresit dhe të marrë vendimet e tij. Vendime që do japin në 2013 disfatën më të thellë që ka njohur në tërë historinë e vet. Njeriu që ka shtruar bllokimin pasmore të tij dhe beson se nuk e shef kush. Të gjithë e shohin. Me bllokimin zoti Rama ke shkuar nga disfata në disfat. Je bajfëmshëm në Shqipëri dhe në Europë. Nga Elbasani ku ndodhej për inaugurimin e rrugës që lidh qytetin me komunën e Gjinarit, kryeministri kujtoi banorëve të zonës gjatë takimit me ta qëndrimin absurd të Partisë Socialiste lidhur me liberalizimin e vizave, apo votimin kundër të deputetëve të saj për ndërtimin e autostradës Elbasan-Tiranë. Unë do t'u shtoj një pyetje atyre që kanë votuar për ta. Sa e moralshme, sa e drejtë, sa e ndershme është përpjekja për të bllokuar lëvizjen tuaj të lirë dhe të mbarë shqiptarve. Këte nuk e ka bërë asnjë forcë politike në Europë. Këte e ka bërë vetëm lidershipi i Partisë Socialiste. Dhe ka bërë sepse disfatat e tij personale don me çdo kush t'i shndrojnë në një të keqe për secilin prej jush. Erdhi problemi i tunelit të Elbasanit dhe autostradës Tiranë-Elbasan. I ftoni ata deputet tuaj, socialistë dhe i pyesni me çfarë motivi, me çfarë morali votuat ju kundër tunelit dhe autostradës. Rruga Elbasan-Gjinar ka kushtuar 500 milion lekë dhe përshkon 7 fshatra e 2 njësi vendore, Shushicën dhe Gjinarin. Rruga, falë së cilës përfitojnë 15.000 banor, i jep një dinamik të re zhvilluese zonës së Gjinarit, e njohur për turizmin, bujqësinë dhe blegtorin. Kryeministri Berisha garantoi banorët se do të financojë të gjitha projektet që garantojnë zhvillim të qëndrueshëm për zonën. Ne kemi krijuar në vend klimën më të shkëlqyer të biznesit dhe kjo klimë ka bërë që Shqipëria të qëndrojë gjithë këto vite krize në krye të rritjes ekonomike në Europë. Ne kemi një projekt dhe ky projekt është Shqipëria vendi i zhvilluar. Në qarkun e Elbasanit ne kemi ndërtuar 220 kilometra rrugë. Ju garantoj se dhe 400 kilometra tjera do të ndërtohen në 4 anë të këtij qarku. Duke u ndalur në 2 projekte të mëdha kombëtare të qeverisë, mbjellja e ullinjve dhe arrorëve, kryeministri tha se vitin që vjen në fondet e komunave do të përcaktohet si ZMV të financimi për mbjelljen e tyre. Investimet në qarkun e Elbasanit kapin shifrën e 40 milionë eurove. Në vitet e fundit janë ndërtuar 220 kilometra rrugë, subvencionuar 2150 hektar tokë, ose 30 herë më shumë se sa gjatë qeverisjes socialiste. Numri i bizneseve është rritur me gati 2 herë, por projektet më të rëndësishme në zbatim për këtë qark lidhen kryesisht me infrastrukturën rrugore, siç është ndërtimi i autostradës Tiranë-Elbasan, Boshti i Jugut apo dhe rruga Elbasan-Banj.